dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Asambleja e Partisë Socialiste në Lushnjë, ku mori pjesë edhe drejtuesja politike për qarkun e Fierit Belinda Balluku, u mbajt pas ditën e djeshme me qëllim riorganizimin, forcimin e strukturave dhe afrimin më të madh me qytetarët. Deputeti e Partisë Socialiste Belinda Balluku e shoqëruar nga deputetët e Lushnjës Elton Korreshi, Kiduina Zaka dhe Asloral Haxhiu, pas ditën e djeshme parambledhjes së asamblesë së zgjeruar të Partisë Socialiste Lushnjë, takoi qytetarët lushnjarë tek terreni sportiv i shkollës Skënder Libohova. Ajo dëgjoi nga afër shqetësimet, hallet dhe problematikat që ata kanë. Më pas, ajo mori pjesë në asamble që u mbajt tek palestra e shkollës Skënder Libohova, ku ishte i pranishëm edhe ministri i financave Petrit Malej. Asambleja u drejtua nga Belinda Balluku në cilësinë e drejtueses politike të qarkut Fier, që ju ribesua nga kryeministri Edi Rama pas marrjes së 12 mandateve për Partinë Socialiste në zgjedhjet e 11 maj 2025. Gjatë fjalës së saj, Balluku theksoi se ky takim shënon nisjen e një procesi të ri, riorganizimi në të gjitha strukturat e partisë, një proces që do të shtrihet në çdo nivel me fokus forcimin dhe rienergjizimin e tyre. Ajo ndal edhe te rëndësia e afrimit me qytetarët, duke theksuar se strukturat duhet të jenë çdo ditë më pranë njerëzve për të dëgjuar dhe kuptuar më mirë shqetësimet e tyre, si dhe për të ndërtuar së bashku rrugën përpara. Sipas saj, riorganizimi synon jo vetëm forcimin e strukturave të partisë, por edhe rritjen e bashkëpunimit me komunitetin në funksion të përmirësimit të përfaqësimit dhe angazhimit qytetar. Aksidenti që ndodhi në aksin rrugor Fier Patos tek kthesa e mbyetit, ku përplasën 2 automjete, shkaktoi 5 të plagosur. Një aksident rrugor është regjistruar mbrëmjen e djeshme në aksin Fier Patos në vendin e quajtur kthesa e mbyetit. Në këtë aksident janë përfshirë 2 automjete, një mjet tip Volkswagen dhe një mjet tip Tuareg, të cilat janë përplasur me njëri tjetrin. Si pasojë e goditjes së fortë, kanë mbetur të lënduar të 2 drejtuesit e mjeteve, si dhe 3 pasagjerë që udhtonin me to. Të plagosurit janë transportuar me urgjencë drejt spitalit rajonal Fier, ku morën ndihmën e nevojshme mjekësore. Në vendngjarje kanë bërritur menjëherë shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët kanë kryer veprimet e para procedurale dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Paraprakisht dyshohet se shkak mund të ketë qenë shpejtësia ose mos respektimi i rregullave të qarkullimit rrugor, ndërsa hetimet vijojnë për të përcaktuar përgjegjësitë. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, foli sot për kërkesën për rritjen e çmimit të biletave të transportit. Po shqyrtojmë rikthimin e subvencionimit të naftës, tha ai. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, ka folur në lidhje me rritjen e çmimit të naftës në vend për shkak të luftës në Iran. Pas përfundimit të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, Karakaçi është pyetur nëse shoqatat e transportit publik kanë kërkuar rritje të çmimit të biletës. Ministri deklaroi se po shqyrtojnë mundësinë e rikthimit të skemës së subvencionimit të naftës, sikurse në vitin 2022, si dhe propozime të tjera të bëra nga shoqatat. Jo më larg se para rreth 2 orësh, bashkë me ministren e ekonomisë dhe kryetaren e Bashkisë së Tiranës, ne ishim këtu në një ambient shumë afër në takim me shoqatat e transportit interurban dhe urban. Patjetër që situata e krizës hidrokarbure dhe çmimeve e hidrokarbure është një situatë që ne jemi duke e ndjekur në shumë kujdes. Ju e dini që tashmë qeveria ka njoftuar disa plane masash, ku i pari është ngritja e bordit të transparencës, si dhe një nisëm për sa i përket elementit të akcizës me pas një çmimi të caktuar nëse rritet. Dhe në vazhdim të gjitha këtyre diskutimeve dhe masave ishte edhe takimi ditës sotme. Ne e dim që gjatë vitit 2022 janë marrë disa akte subvencioni për sa i përket shoqatave të transportit interurban dhe urban. Një element i tillë po diskutohet përsëri, pavarësisht se jemi akoma në fillimet e veta, kur e kemi miratuar në vitin 2022 e kemi miratuar mas disa muaj që çmimi ishte rritur dhe në një nivel shumë më të lartë se ç'është aktualisht, por hyn ndër ato elemente që ne jemi duke i marrë konsiderat bashkë edhe me propozime tjera që na bëri shoqata e transportit. E kemi lënë për të ulur përsëri me to në ditët në vijim, pasi është ndër ato elemente që ne jemi duke i parë me një kujdes të veçantë. 67 vjeçari vihet në pranga se ngacmoi seksualisht një 16 vjeçare në Lushnjë. Gjithashtu janë proceduar edhe disa shtetas për vepra të ndryshme penale.
Policia e Lushnjës gjatë 24 orëve të fundit, sipas njoftimit zyrtar, ka arrestuar shtetasin TK, 67 vjeç banues në Lushnjë, pasi dyshohet se ka ngacmuar seksualisht një 16 vjeçare. Ndërsa specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Divjak referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për një 14 vjeçar, pasi dyshohet se ka vjedhur disa sende në një banesë. Ndërkohë, specialistët e qarkullimit rrugor të DVP Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin BV, 68 vjeç banues në fshatin Greshic, Mallakastër, pasi duke drejtuar automjetin, ka përplasur shtetasin FC, 55 vjeç këmbësor, i cili po merr ndihmë mjekësore dhe është jashtë rrezikut për jetën. Kurse specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin JM, 39 vjeç, pasi u konstatua duke kryer punime ndërtimi pa leje. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme. Vota e diasporës në zgjedhjet e 2025-s kushtoi 7 milion euro sipas raportit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe ishte një nga zërat më të lartë të shpenzimeve në të gjithë procesin zgjedhor. Zgjedhjet parlamentare dhe ato të pjesëshme vendore të vitit 2025 i kushtuan buxhetit të shtetit shqiptar rreth 30 milion euro sipas raportit vjetor të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për shkak të përfshirjes për herë të parë në 35 vite demokraci edhe të votës së diasporës, ndërsa interesi i qytetarëve për t'u drejtuar kutive të votimit ka ardhur në rënje. Vetëm shërbimi postar për këtë proces arriti në rreth 7 milion euro, realizim faktik nga një plan fillestar mbi 12 milion euro. Sipas KQZ-s, gjatë zhvillimit të procesit zgjedhor u kryen shpenzime dhe transferime financiare për njësitë e qeverisjes vendore, kryesisht për transportin e materialeve zgjedhore, qiranë e ambienteve, shpërblimin e komisionerëve dhe shpenzime të tjera operacionale të domosdoshme për funksionimin e strukturave zgjedhore. Por vota e migrantëve ishte një nga zërat më të lartë të shpenzimeve në të gjithë procesin zgjedhor, edhe pse kontrata për shërbimin postar u lidh me një vlerë më të ulët se fondi limit. Ende nuk ka një analist të asaj që arriti të prodhojë vota e diasporës, por zgjedhjet 2025 hapën për herë të parë derën për pjesëmarrje më të gjerë të një grupi të madh shqiptarësh që jetojnë jashtë kufive. Në përfundim të raportit vjetor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve jep edhe 15 rekomandime për ligjvënësit se si mund të përmirësohen proceset e ardhshme elektorale. Presidenti Amerikan Donald Trump firmosi urdhrin që kufizon votimin me postë. Priten betejë ligjore. Presidenti i Amerikës Donald Trump ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv që synon të kufizojë votimin me postë, një nga mënyrat më të përdorura të votimit në zgjedhjet amerikane. Ky vendim vjen në vijim të deklaratave të përsëritura të Trump, i cili ka hedhur dyshime për integritetin e zgjedhjeve duke pretenduar pa prova se votimi me postë favorizon manipulimet. Megjithatë, ekspertët dhe institucionet zgjedhore në Amerikë kanë theksuar vazhdimisht se nuk ka prova të besueshme për manipulimet e gjëra në zgjedhje. Urdhri i ri pritet të përballet me sfida të menjëhershme ligjore, pasi mbetet e paqartë nëse presidenti ka kompetencë për të ndërhyrë në rregullat e administrimit të zgjedhjeve, të cilat sipas kushtetutës janë kryesisht në kompetencë të shteteve. Avokati i njohur i demokratëve, Mark Elias, paralajmëron se vendimi do të sfidohet në gjykatë. Vendimi vjen në një moment delikat politik, ndërsa republikanët përballen me rrezikun për të humbur kontrollin e Kongresit në zgjedhjet e ndërmjetme të nëntorit. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë miropafshim.